Jo, nuk janë rastet izoluara, pra nuk mund gënjejmë veten që të themi janë rastet izoluara edhe ndodhin atje diku edhe nuk kanë të bëjnë me neve. Janë raste me potencial shumë të lartë për të ndodhur, sidomos në këtë grup mosh dhe në situatën ku adoleshentët tanë po ndërtojnë veten e tyre. Pra po mundohen të kalojnë dhe ata sfidën edhe përplasjen me adoleshencën që trupi i tyre ju krijon. Tani, a duhet ne thjesht ta pranojmë këtë gjë kështu? Jo. Sepse adoleshentët në këtë shoqëri, ose mosha 14-15 vjeçare, ose më saktë nga 12 e lartë, sepse gjithmonë problematika që kemi folur është kjo grup mosh, nga 12 deri në 18 vjeç, e cila shikohet edhe si mosha e stuhisë, është pikërisht mosha ku të gjithë ne, dhe kur them të gjithë ne, edhe unë edhe ti, mësuesit, kurdo që është rreth rrotull tyre, institucionet duhet kenë shumë më shumë syt, mendjen alert, për të lexuar stillet e tyre dhe për të munduar për ta parandaluar. Dhe jo për ta marrë të mirëqenë që shikoset, adoleshentët janë moshë shpërthejnë, edhe hajde se do ju kaloj, jo nuk ju kalon, sepse sot të rinjt dhe kjo moshë ka më shumë akses tek armët e ftofta, ka më shumë akses për të pasur konflikte dhe këtë për ta zhvilluar përtej mureve të shkollës edhe përmes medjave sociale dhe online, kanë më shumë agresivitet të mbartur për arsye të gjitha modeleve që ne i japim, dhe për arsyen e thellë dhe shumë të rëndësishme që nuk flasim me ta. Pra, edhe prindrit, çuditërisht, i shohin si më të rritur me trupa dhe i thonë që tani je rritur. Po ndërkohë ata janë të vegjël.